Në këtë video do të mësojmë për përdorimin e tekstit. Për vendosin e tekstit, klikoni këtë ikonën këto të-ën apo shkurtesën tastier T. Dhe opcioni i parë për me vendos tekstin e kemi mundësi me vendos tekst edhe text box. Opcionin e parë për klikoni tekstin edhe vetëm klikoni këtu edhe shikoni të shfaqet teksti. Versioni i ri i Photoshopit na mundson domethënë e shfaq një tekst për demo kështu. Ndërsa opcioni i dytë apo vendosja e text boxit është njësoj klikoni te t-ja edhe pastaj vetëm e mohemi shtypër këtë formën edhe vendosmi hapësirën ku po dëshirojmë me shkruaj tekst. Shikoni, teksti krijohet këtë formë. Edhe ky tekst shfaqet automatikisht nga Photoshopi. Ky plus i vogël këtu na tregon se kemi tekst të fshehur këtu. Domethënë ka tekst më shumë se sa jemi duke pani. Nëse shkomi kështu me rrit, atëherë kur heqet ky plusi këtu i vogël, tash e kemi shfaqur komplet tekstin. Nëse shkomi këtu, tash nëse zvogëlojmë këtë, teksti zvogëlohet proporcionalisht. Nuk pa provoj këtë vepër. Nëse klikojmë te teksti këtu, pastaj klikojmë këtu, kur bëhet kjo me bija ndërprerje me kufizimi, atëherë na mundson shikoni, nuk zvogëlohet teksti, po zvogëlohet hapësira ku është vendosur teksti. Shikoni. Okej. Përsa ky teksti këtu nuk ka kufizim. Nëse kemi tekst më shumë, duhet në mënyrë manuale me shku për shembull me kliku enter. Ndërsa te ky teksti tjetër këtu, vetëm klikomi edhe menaxhomi hapësirën sipas dëshirës. Klikomi OK. Opcioni tjetër për me editu tekstin është vetëm klikomi 2 herë mbi tekstin, t-ja këtu. Për shembull, 2 herë shikoni selektohet i gjithë teksti. Këtu e kemi mundësinë me ndryshu typeface. Për shembull, kemi lloje të ndryshme. Zgjedhni roboto. Nëse këtu është me zgjedh fontin, për shembull këtë rast e kemi bold, me zgjedh italic, light, apo duke shkuar kështu duke zgjedhur sipas dëshirës. Ndërsa këtu e kemi me caktu mallsinë e fontit. Unë me kliku këto për shembull 48, apo duke shkuar me rrotë, me scroll mouse-it, shikoni, poshtë lart zgjulohet, apo shikoni nëse shkoj këtu me mouse B, qërë kursorin të shoh formën, mund me shku majtas, apo të gjalltas, duke klikuar me butonin e majt, edhe caktoj mallsinë e tekstit. Këtu e kemi me vendos tekstin me qenë majtas, center apo gjalltas. Këtë rast e vendosi majtas, kjo është e ngjashme sikur në Word. Këtu, nëse klikomi, e kemi mundësinë me ndryshu ngjyrën e tekstit. Shikoni. Ndërsa nëse domi me ndryshu vetëm një pjesë tekstit, atëherë nuk e selektojmë sikur këtu që klikuam më herët për selektuar gjithë tekstin, po e selektojmë vetëm çat pjesë teksti që dëshirojmë ta ndryshojmë ngjyrë, për shembull, kështu. Okej. Shikoni. Mund me selektuar prapë një njëjta rregull sikur me kliku këtu 2 herë, selektohet i gjithë teksti. Nëse shkoj këtu te karakteret. Nëse ju nuk I keni të shfaqur këtu, karakteret edhe paragrafin e shfaqmi te Windows. Klikomi karakteret, shfaqet apo veni këtu është me tekst, që do të thonë te unë është i shfaqur, edhe paragrafet. Te karakteret këtu është opcioni I njëjtë sikur ky opcion I lartë këtu që e kena zgjedh typeface-in dhe fontin. Këtu kemi prapë njësoj me menaxhu mallsinë e tekstit. Ndërsa këtu e kemi opcionin me menaxhu hapësirën prej rreshtit në rresht. Tash për momentin është e zgjedhur auto. Nëse klikoj për shkak tash për momentin e kena 31 mallsinë, nëse klikoj 36
shikoni kjo rritet, ose nëse shkoj me scroll bar, shikoni rritet hapësira brenda rritit, apo mundem edhe me zvoglu. Por shumicën e rasteve këtë e vendosim në mënyrë automatike. Ndërsa këtu është përgjithësinë e tekstit në mënyrë horizontale. Shikoni, kjo zgjerohet apo ngushtohet. Këtë opcion e përdorim kur ndonjëherë për një fjalë të shkurt, për shembull, nuk na nxen textboxi, atëherë detyrohemi me përdor këtë metodën me ngushtu tekstin. Shkoj të lao, edhe kjo zakonisht qëndron 0. Ndërsa kjo T është tekstin e bën pak më bold, sepse kemi raste kur nuk kemi opcion bold, atëherë e zgjedhemi këtë këtu. Edhe kemi prap raste që nuk ka italic, e zgjedhemi këtu. Ndërsa kjo TT, që është me shkronjat moja, nëse klikojmë këtë, automatikisht i gjithë teksti bëhet me shkronjat moja apo caps lock. All caps. E hekim këtë. Ndërsa këtu për shembull nëse kemi një opcion metër katror, e zgjedhemi kjo më qëndru kështu, apo kështu kjo e zogna pak. Apo kjo tjetra e bon ala më poshtë. Nërsa këtu e kemi me vendos underline, shkënë si vendos underline, ose opcioni tjetër e hekim underline, e kemi vizën në mes. Viza në mes zakonisht përdoret për kur kemi ndonjë zbritje të ofertës, për shembull në blen, mo këtë çmem, është këtë çmem, apo kur kemi me bën ndonjë korrigjim. Opcioni tjetër është me selektoj tekstin prapë. Nëse shkoj te paragraf, këtë opcionin që kam këtu, kjo më mundëson se shikoni tani për momentin, fjalët të gjata janë me minus këtu, që tregon lidhse, vizën lidhse. Nëse nuk dëshirojmë me u shfaq kjo, atëherë e hekim tikin këtu dhe shikoni fjalët vendosen të plota, pa vizë lidhse. Ndërsa këtu e kemi opcionin me po paragrafin drejt prej majtës djathtas, centrës, edhe prej djathtas majtës. Këtu zakonisht nuk bëhet ndonjë ndryshim, për arsye se nuk i kena shfaqur këtë tekstin. Nëse shfaqim këtë tekstin, shkojmë majtas, center, djathtas. Kjo ishte sa i përket tekstit. Por i kemi edhe disa opcione tjera. Pe klikoj këtë delete, pe klikoj edhe këtë delete backsheet, më thonë. Për marrë rrethin, me tasën e djathtë, me gjetëm flip tool, me shift për bëj rreth. Shkoj këtu te mouse, dhe klikoj të teksti. Nëse ofron këtu, shikoni mouse ndryshon formën, edhe filloj këtu vetëm me vendosë, shikoni si vendosë tekstin në formë të rrethit. Pastaj mundem me fshi rrethin, edhe shikoni teksti është vendosur në formë të rrethit. Nëse dëshiroj ta ndryshoj, dhe klikoj tekstin, klikoj këtu, edhe mundem me vendosë. Për shembull këtë. E klikoj prap tekstin të fshi. Përveç sajna, fillimisht të ndryshoj ngjyrën. Përveç me shënu formë rrethorës, e kemi opcionin me shënu edhe mrena. Shikoni, kursori kur e merr këtë formë, klikojmë këtu
edhe teksti fillon me u shkru mrena rrethet. Me selektoj tekstin, pe heqi këtë, po shkoj për vendosi këto center, e shikone se si teksti mbushet. Prap, heket kjo, e shikone teksti me të në formë rrethore.